Mirëmbrëma nderuar shikues, do të diskutojmë sot për punësimin, për të rinjt. Në një raport të fundit të publikuar nga Organizata Ndërkombëtare e Punës për trendin e punësimit e të rinjt tregon se përqindja më e lartë e të rinjve nga mosha 15 deri në 29 vjeç duan të emigrojnë. Pra të gjithë duan të ikin në një farë mënyre nga Shqipëria. Por për diskutuar në rrafsh më të gjembrëmin e sotme, kam të ftuar profesorin Agi Muça, sociolog, mirëmbrëma dhe faleminderit kënaqësi, koordinatorin e Partisë Demokratike, pedagoge dhe këshilltare në Këshillin Bashkiak të Partisë Demokratike, zonjën Rejla Bozdo, mirëmbrëma dhe faleminderit. Gjithashtu akademikun Kosta Bajraba, njohës i mirë i çështjes së punësimeve në vend. Mirëmbrëma dhe faleminderit. Mirëmbrëma. Profesor Muça, ta nis nga ju, të gjithë duan të ikin? Jo, natyrisht. Pra, raportet po dani njëra pas tjetrës? Që duan të ikin në një përgjigje të përgjithshme, ne jemi shoqëria e hapur, kufit janë hapur, njerëzit janë të lirë të zgjedhin në vendin ku duan të punojnë, ku duan të jetojnë. Por natyrisht në kushtet e Shqipërisë kjo përgjigje mund të duket pak cinike dhe ndokush mund të ngërë supë e thotë, çfarë po na tregon more, jeni vete? Po na tregon që jemi shoqëri e hapur dhe burra ai të dalim, nuk e di ti pse po ikim ne. Natyrisht që ka arsye pse njerëzit ikin dhe sidomos mosha e re. Pa dashur ta zbus problemin siç faqet në Shqipëri, por tendenca e ikjes, sidomos në moshat e reja, nuk është vetëm në Shqipëri. Natyrisht në përmasa dhe në problematik mund të ndryshojë nga një vend në tjetrin, por dihet që në vendet në zhvillim, në vendet që kanë një prapambetje në zhvillimin e tyre ekonomik dhe social, tendenca më e madhe është pikërisht tek të rinjt. Cilat janë arsyet? Janë të shumta, por krahas arsyeve është mirë që të vëmë pak theksin edhe tek gjeografia e atyre që ikin. Po? Do me thënë në hartën e një vendi, përgjithsisht, fjalën gjeografi e përdor në kuptimin gjeografi fizike, po edhe sociale. Gjeografi fizike në kuptimin që në vendet më pak të zhvilluara, ato që quhen në fjalorin e përditshëm provinca, zona rurale, dhe në gjeografi sociale kam parasysh shtresëzimin e shoqërisë në varësi të nivelit të tyre ekonomik dhe kulturor. Dhe në përputhje sidomos me këta dy faktor, gjeografik, social dhe fizik, por edhe me zhvillimin e përgjithshëm të vendit, natyrisht që duket sikur përgjigjja del vet. Sepse po t'i shtojmë kësaj gjeografi edhe një gjeografi arsimore, t'i ndajmë në grup mosha në varësi të nivelit arsimor, ata që janë maksimumi me 9 vjeçare, ata që janë me të mesme dhe ata që janë me arsim të lartë. Në kjo ndarje mendoj unë të jep pothuajse shumicën e arsyeve pse njerëzit kërkojnë që të largohen. Përsa i përket, më fali vetëm një pohim të shkurtër, përsa i përket në Shqipëri, sepse për këtë problem kemi folur edhe vjet, ka një tendencë ulje të ndjeshme të numrit të njerëzve të cilët kanë aplikuar për të larguar jashtë. Rejla, edhe pse kemi të diplomuar, prap, po duan të ikin. Po, ata dëshirojnë të ikin, dhe kjo ishte dhe pyetja, dëshirojnë dhe pse dëshirojnë të rinj të largohen. Natyrisht që një nga faktorët është mundësia për të lëvizur, jemi më të lirë sot për të lëvizur si sa më parë. Por në raportin të cilit juve ju referuat në fillim, gjithashtu shpjegohen edhe cilat janë motivet kryesore pse të rinjt migrojnë. Dhe një nga motivet kryesore është fakti që dëshirat e tyre nuk bashkohen, pra pritshmëritë nuk bashkohen me atë që vendi ofron. Prandaj ata tentojnë që ta lënë vendin. Bëhet fjalë për grupmoshën më sensitive dhe më energjike të shoqërisë. Është një grup i cili nuk është shumë i lidhur me vendin, sepse ende nuk ka krijuar familje dhe sensitiviteti ndaj largimit apo reagimit ndaj pakënaqësisë duke u larguar është më i lartë. Kështu që nëse ne pyesim veten se pse dëshirojnë të rinjt të emigrojnë kaq shumë, unë edhe si studiuese e perceptimeve njëkohësisht do të shkoja tek pakënaqësitë që ata kanë të akumuluara përballë një sistemi i cili nuk duhet që t'jem shumë realiste, sepse kam punuar gjatë, megjithëse jam e re me të rinjt, nuk bëhet fjalë vetëm për problemet e kohës së tashme, por për një seri problemesh të cilat akumulohen, krijojnë pritshmëri, të rinjt kanë pas ndoshta një shpresë dhe tani janë totalisht të zhgënjur. Kështu që unë do ta shikoja në analizën time, do ta shikoja të ndarë në 3 nivele. Në prirjen globale që kanë të rinjt për të emigruar,
si pasojë e kushteve ekonomike në vendet e tyre, apo dëshirës për të lëvizur. Nuk është se emigrojnë për qef, apo për turizëm. Kryesisht emigrojnë prej pakënaqësisë që kanë në homeland, në vendin e tyre ku ata jetojnë. Pra, kemi prirjen globale, kemi prirjen historike në Shqipëri, ne jemi një vend ende në tranzicion, ndoshta jo shumë ekonomik, po besoj se social. Profesori mund të ma pohoj ose jo, me që se studiues. Pra, kemi një pakënaqësi që vjen prej sistemit në cilin ne kemi jetuar shumë gjatë, diktaturës dhe pasaj periudhës postkomuniste, dhe kemi dhe një element të tretë që ka të bëjë me qeverisjen aktuale. Unë mendoj që të rinjt kanë pritur diçka në zgjedhjet e vitit 2013, si pasojë një pakënaqësie të krijuar, duhet jemi realistë, zgjedhjet u humbën nga Partia Demokratike dhe ajo ishte një pakënaqësi. Gjithashtu mendoj që ka pas shumë të rinj të cilët kanë besuar tek kryeministri i tanishëm si një lider evropian i cili do të sillte, jo vetëm do të përmbushte premtimet e tij, por gjithashtu do të sillte një frym tjetër. Pikërisht sot ata nuk e kanë gjetur as përmbushjen e atyre premtimeve dhe as udhëheqësin evropian dhe mendje hapur, të cilin ai na i vizatojnë si të rinj, dhe të cilin nuk mundi të na e ofronte. Mos harrojmë që flasim tani mbas 3 vjet qeverisje, nuk ka më kohë për të thënë që reformat kanë nisur, por ato ende nuk janë pjekur sepse do të japin rezultatet e tjera e tjera. Pra, pyetja pse dëshirojnë të rinjt të largohen nga vendi, bashkohet me dozën e tyre të pakënaqësisë dhe kjo pakënaqësi është rezultati i premtimeve, i pritshmërive që janë krijuar dhe i asaj që ata nuk morën. Dua të theksoj që kur ne themi ata dëshirojnë të largohen, kjo nuk barazohet me ata do të largohen. Pra pyetja dëshiroj tregon sensin e pakënaqësisë, por natyrisht mundet edhe neve të duam të dëshirojmë të largohemi, por nuk do të largohemi. Prandaj them që është tregues i pakënaqësisë. Që regjia po na jep shumica Kosta punojnë në call center, shumica e të rinjve. Një pjesë e madhe e tyre po edhe ju besojnë për biseda, kemi miq që edhe mund të punojnë aty, edhe pse kanë diploma. Pra në Shqipëri edhe të jesh një student me diplomë, kemi plot student që punojnë në call center. Është e vërtet. Ne papunësia rinore është e lartë, është në shifra shqetësuese, ashtu siç dhe papunësia e të diplomorëve është shumë e lartë. Dhe kjo në shifra, le të themi, alarmuese. Por ç'do të kuptojmë një gjë. Emigrimi është një proces shoqëror. Dhe proceset shoqërore kanë logjikën e tyre, kanë dhe inercinë e tyre. Shqipëria, gjatë 25 viteve të fundit, 26 viteve të fundit, ka qenë dhe vazhdon të mbetet një vend prodhues emigrantësh, një kantier emigrantësh, për shumë e shumë arsye. Dhe pjesa më e predispozuar për të emigruar ka qenë, jo thjesht në Shqipëri, por përgjithsisht në gjitha popullsitë me potenciale migratore të larta, pjesa më e predispozuar për të emigruar është pjesa më e avancuar, se ajo që e kupton më shpejt dhe që e duron më pak, mos përputhjen midis aspiratave dhe realitetit. Kështu që pritshmëritë e larta dhe mundësitë më të pakta se pritshmëri prodhojnë gjithnjë flukse migratore. Dhe rinia, si thua, është shtresa e dënuar për ta vuajtur më shumë. Dhe kemi një paradoks tani, rinia asaj kohe para 25 vjetësh, që tani ka hyrë, që është breziritur, ishte grupimi shoqëror më entuziast, si thua, që kontribuoi më shumë dhe sot e gjen veten më të zhgënjur. Dhe të kuptojmë që, pra, aspiratat e rinis janë gjithnjë më të mëdha se sa ajo që ofron shoqëria, dhe ajo që ofron ekonomia. Nuk mund të mohojmë që Shqipëria është një ekonomi e vogël, është një vend i vogël dhe zhvillimi i vendit ka pasur probleme gjatë këtyre 25 viteve, ka pas probleme shumë të cilat kanë krijuar në mënyrë permanente flukse migratorësh. Tani, dhe flukset migratore dhe vendimi për të emigruar nga një individ merret sot, por një grup shoqëror, për të themi që pse rinia, potenciali i lartë migrator i rinis e ka përgjigjen në mënyrën se si është zhvilluar vendi këto 25 vjet. Zoti Bajrami, po të shohim politikanë, po të shohim dhe kryeministrin i cili është shprehur që ka vende pune, por s'kemi njerëz të kualifikuar. Ju thatë pak më parë që kemi edhe një mbigopje të tregut për sa i përket atyre që kanë mbaruar pra studimet e larta. Shiko, ne kemi pasur, këtu politikanët bëjnë politik, ne mirë është që të mos bëjmë politik, por të flasim në terma sa më real. Tani, fakt është që Shqipëria, e rinia shqiptare gjatë këtyre 25 viteve, ose nuk ka pasur një ofertë,
publike, ose ka pasur një ofertë spekulative, artificiale, të gënjeshtërt. Dhe pjesë e kësaj oferte të gënjeshtërt ishte edhe mania e hapjes së undërshtetëve, ulëzimit të undërshteve pa asnjë standard. Dhe rinia nga mungesa e mundësive reale për ta futur në tregun e punës, ne e shtym rinin deri në undërshteteve ku nuk merrin as njohuri, as shprehje, po thjesht merrin letra. Kështu që tani jemi në një pozicion që kjo ofertë e gënjeshtërt po paksohet. Dhe mirë është që jo të paksohet, po të ndalohet. Pra, vende pune ka dhënë ju, po kemi shumë njerëz të cilët na i siguria me diplom. Unë nuk mendoj se në Shqipëri ka më shumë vende pune se sa ka kërkesë për të punësuar. Në Shqipëri ka pasur, ka dhe do të ketë më pak vende pune se sa ka kërkesa nga rinia dhe nga gjithë popullsia për të punësuar. Po, për çështja është sa më pak. Kjo është e padiskutueshme. Është e vërtet që një pjesë e popullsisë që kërkon punë nuk ka shprehje nevojshme për të punuar. Kjo është e vërtet, por kjo ndodh në pak profesione. Në disa profesione me teknologji të lartë dhe nuk mund të themi që në Shqipëri teknologjia është aq e lartë sa që të rinj shqiptar nuk arrin dot. Dhe ju përmendet që punojnë në call center, të diplomuar kështu. Faktikisht të punësuar në call center përbëjnë një pjesë shumë të konsiderueshme të punësimit të rinj. Në mos gaboj, shifrat e publikuara shkojnë deri 25.000 të punësuar. Që është një shifër. Kjo është arritje, thoni? Jo, nuk është arritje, ky është realitet. Ky është realitet që ekonomia si një ekonomi shërbime që ka ofruar mundësitë e punësimit të rinj në një tani nuk është një Ti shkojnë nga halli, nuk është të shkojnë nga shefi të rinj. Me kufjet dhe shtërkohës. Në treg do shkosh atje ku gjen punë. Pavarësisht çfarë ke përfunduar, thoni? Pavarësisht, po. Sepse e para duhet të kuptojmë që jo çdo diplom përkthehet në një vend pune, dhe e dyta duhet të kuptojmë që për 10 vite rresht të lulëzimit të shqyrtuar të universitetet, fuqia e tregut e diplomave të universiteteve private ishte 0. Dhe punëdhënësit privat nuk preferonin të merrnin në punë të diplomuarit nga universitetet private. Pyesni dhe do t'ju thonë që nuk i preferonin dhe kishin të drejtë mos i preferonin. Më falë Artin. Unë duhet të bëj ndoshta një replik me zotin Kosta. Opinioni që ai jep është shumë generalist dhe unë do doja që dhe në diskutimin tonë t'i largohemi të përgjithshmes. Pra, ata kishin një arsim, jo arsimin e duhur, universitetet u mbyllën, tregu ka gjithmonë më pak ofertë pune se sa është e nevojshme, është shumë e përgjithshme. Duhet me shku në nivele më praktike. Në punën time si pedagoge, unë kam dhënë gjithmonë sidomos vitet e fund në nivelin master në ekonomik, dhe ajo që unë kam pas si sfid time personale është përgatitja e studentëve për tregun e punës dhe kontaktet e mia me biznesin t'i përdorja gjithashtu edhe për t'i çuar studentët në tregun e punës. Pra për t'i bërë gati dhe për të zbutur atë që quhet shoku i realitetit në teori. Nëse e shikoj këtë eksperiencë gjatë viteve, kuptoj që vitet e fundit biznesi është bërë pak më i tërhequr përballë këtyre studentëve të rinj. Pse e lind pyetja? Ta them tani, sepse çështja është, a ka një frym, e para është, a ka një frym pozitive për t'i pranuar të rinjt, dhe e dyta, a ka biznesi mundësi për të asimiluar një të ri? Çfarë është kjo mundësi? Kjo është një mundësi financiare, sepse kur një i ri shkon në tregun e punës në biznes, ai është një investim për të dy, është një investim për kompaninë, është një investim për të riun, sepse i riu nuk është bërë gati, gabon, duhet trajnuar, ka nevojë për një mentor, etj. Në qoftë se ne, me politikat tona ekonomike, se janë të gjithë derivate indirekt, në qoftë se ne, me politikat tona ekonomike, e shtrëngojmë biznesin me taksa, dhe ja marrim frymën, deri në pikën që ai nuk e ka më luksin që të ketë të lirshmëri për të investoj të disa të rinj të cilët edhe mund të mos dalin të mirë dhe pastaj do ikin të konkurenti im, etj. Pra, ka gjithmonë një seri shpenzimesh të cilët ata i llogarisin gjithashtu edhe për burimet njerëzore. E fundit që preket në biznes është fitimi i aksionerëve apo fitimi i pronarit. Kështu që nëse ti ja merr shpirtin me rritjen e çmimit naftës, me rritjen e taksave, me dërgimin e një seri kontrollesh tatimore, nuk i ngelet më dhjam biznesit ta tresi për të investuar për studentët. Çfarë do bëjmë bizneseve të lëp të livadhisin, mos paguajnë taksa, mos paguajnë tatime, të mbajnë punëtorë në të zezë, sepse ky është lëshimi i nxitjes që i bëjnë biznesit. Biznesi do t'i jepet ndihma deri në fund
dhe të kërkoj llogaria deri në 1. Patjetër, nuk po thot njëri këtë. Kush po diskuton këtë? Po jo se i dërgojmë takse, i dërgojmë tatimor, i dërgojmë patjetër. I dërgojmë tatimor ditë për ditë. Zoti Kosta, të zbatojmë ligjin, nuk është diskutim fare. Pse thonë që dërgojmë biznesin? Po çfarë dërgojmë biznesit? A ka politika të lira që i lejojnë biznesit dhjam gjithashtu për ta incentivuar që të tresi dhjamin për Çfarë është dhjamit? Mos paguaj tatimet sigurimit shoqërore të punëtorëve? Inteligjenca juaj profesionale këtu lëviz. Kaq e ka spektrin. Jo, mos spekulojnë, si e bën gjithë bota. Tani, bota e gjithë e bën që për një shkelje më të vogël merr deri në maksimal. Edhunojnë biznesin apo nuk edhunojnë biznesin. Në momentin që edhunojnë biznesin, biznesi tërhiqet dhe nuk punson njerëz. As të rinj dhe as më pak të rinj. Çështja tjetër janë zyrat e punës, të cilat u hapën me shumë propagandë. Tani, po një sekond se ka një seri problemesh. Ka një seri problemesh për cilat jam dakord me zotrin, që thotë që ka shumë vite. A ka fuqi tregu diploma? Po them, ka 20 student, i kam shuar më përpara në tregun e punës, nuk i çoj dot të gjithë. As përgjithsisht as teorikisht. Po ju po flasin teorikisht, unë po flas shumë praktikisht. Nuk e kam mbaruar mendimin këtu dhe më lër. Po them, nëse diploma e studenti nuk ka vlerë, ai nuk mund të punëson në atë diplomë. Ku e di ti vlerën e? Po e di unë sepse di që si universitete. Ja pyeta Adimin të të flasi për cilësitë e universiteteve. Ku janë dëshirë a priori e dikuj. Nëse kemi marrë qafë studenti, kemi marrë qafë të rinj duke i dërguar nuk janë gjithë ta të rinj zoti. Nuk e pa ata, i pa aft ka qenë sistemi që u i ka gënyer. Ose edhe sot ka qenë universitete janë. Aftësinë. Po njësh jo janë 1/3, 1/4 atyre kishin. Pak shumë. Kanë mbetur në treg universitete të cilat kanë mbijetuar kontrollit edhe standardet. Unë po flas me një variabël që nuk ndryshon. Që janë studentët, më fal, që janë studentët e mi. Pra, unë them që e kam më të vështirë si pedagoge që t'i fus studentët në tregun e punës, sepse shikoj këtë reagim nga biznesi. Dhe mendoj që vjen nga ndrydhja, nga cfilitja, nga propaganda juaj e pavërtet dhe agresive. Qa do t'ja di biznesi propaganda? Biznesi do llogari. Biznesi do bën llogari. Nuk e di se sa kohë mund të keni punuar në biznes. Nëse si intereson nuk të merr. Ku do t'ja di biznesi për propagandë? Okej, mirë, të flasit edhe profesori. Pra, jo, nuk e mbarova. Zyrat e punës. Pra, kemi gjithashtu zyrat e punës të cilat u krijuan për të punësuar dhe nuk dim se kë kanë punësuar dhe si e kanë punësuar. Praktikisht, takojmë njerëz që ankohen për zyrat e punës, të rinj që kanë shkuar të aplikojnë në zyrat e punës dhe kanë marrë patjetër një letër shumë të bukur me ngjyra, u ka shkuar në shtëpi që u thot faleminderit që aplikuat në zyrat e punës. Këtu fillon dhe këtu mbaron zgjidhja. Nuk ka shteti nuk e ka vënë dorën. Pra, kemi dhunuar privatin dhe shteti nuk ka reaguar. Privatit i kemi imponuar standarde. E kemi dhunuar, për sa kohë kemi treguar burgun. Pra, i ke treguar burgun privatit. Nëse, jo, i kam treguar ligjin. Ligji nuk është burgu. Më dëgjo, sepse ju si forcë politike, po vuani sot, si pa kënaqësi. Po tani po flasim për realitet, po flasim për ne nuk jemi te viti i parë. Ne nuk diskutojmë vitin e parë të politikës rinore. Ne po diskutojmë vitin e tretë të qeverisjes, i cili tregon që rezultati është bëjmë sa duam politikë. Por nëse një iri, më dëgjon Ertin, nëse një iri i diplomuar, një njeri që diplomohet jurist, e ka të ndisë veten që të shkoj në zyrën e punës për të gjetur punë dhe nëse nuk kërkon do të vetë punë, nëse nuk lundron do të vetë në treg, të kërkoj vetë punë, ai kot shkon në zyrën e punës. Ai nuk ka diplom. Po, dhe çfarë bëj? Zyrat e punës, e di pse janë zyrat e punës? Zyrat e punës janë për të ndërmjetësuar për punë ata fakira që s'kan arsimin e nevojshëm, që s'kan kompjuter, që s'kan internet, që nuk dinë që bëhet në Shqipëri, nuk e keni thënë asnjëherë. Nuk e keni thënë asnjëherë. Dhe të rinj të diplomuar, ata mira të rinj të diplomuar, në ato universitete që shkëlqejnë dhe në ato diploma që kanë fuqi tregu më të mëdha se Harvard, ata nuk kanë nevojë për zyrën e punës. Zoti Muça. Shiko, të tre që jemi këtu vim nga universiteti. Po. Unë më shumë për shkak të moshës, edhe për shkak të faktit që aty kam qenë gjithmonë. Dhe me sinqeritet duhet pranojmë dhe jo për t'i bërë furqe punës në universitet, po kolegët tanë, përfshi dhe ne, talëm janë modestin, bëjnë një punë të jashtëzakonshme me programet, me tekstet e tyre. Të flasësh në përgjithësi se universitetet tona nuk bëjnë, se japin diploma dopta, unë jo se punoj në universitet, po sinqerisht unë nuk kam të drejtë të hedh poshtë sepse e shoh me sytë e mi se çfarë pune bëhet në universitet. Pra, po thua që nxjerrim student mirë. Jo, të lutem. Unë nuk mund ta ndaj pohimit bardhë dhe zi. Çështja shumë e komplikuar. Unë jam duke thënë,
që në universitetet në këto 26 vjetë, sidomos në universitetet shtetërore, por nga këto universitetet shtetërore u furnizohen në universitetet private, në këto universitetet shtetërore pedagogët u kualifikuan, kanë lexuar me qindra libra, kanë bërë studime jashtë, kanë marrë kualifikime jashtë. Kemi dhe doktor të mirë, profesor. Po problemi është... Po pra, mos kalojmë në atë që t'jedhin poshtë. Problemi është... Duhet të nënvizoja një gjë. Fakti që merr një diplomë, shkolla nuk është thjesht vendi që t'jep një diplomë. Shkolla në fund të fundit të ndihmon, jo thjesht se të ka dhënë financë, kontabilitet, punojnë si shkencave politike, mjek i përgjithshëm. Mbi të gjitha, shkolla të ka formuar që ti të përshtatesh në tregun e punës. Dhe statistika dihen sa përqind e njerëzve punojnë proprio pikërisht në diplomën që kanë marrë. Ne të tregtojmë. Tjetër formim kemi marrë, tjetër gjë po punojmë. Po pra, po pse? Po sepse kjo është logjika e jetës. Vazhdimisht do përshtatesh dhe shkolla ty duhet të aftësoj që vazhdimisht të dish çfarë të duhet, të dish si ta marrësh të gjë. Mori zotëri, për shkak të moshës dhe për shkak të kushteve të tregimit, mua më është dashur që në moshë shumë të madhe të mësoj ca gjëra që të rinjt sot fatmirësisht i mësojnë në moshë shumë të re. Por unë isha i detyruar të mësoja, përndryshe do kisha ngelur për jashtë. Dhe shtimi i numrit të diplomave në Shqipëri, për mua nuk është as pak shqetësues, nëse janë të sakta, sepse faktori kryesor që lufton varfërinë është arsimimi. Në vitet 30, ministri i Zogut, Feyzi Ali Zoti, thoshte në çdo vit na dalin 400 veta me shkollë të mesme, po na krijohet ushtrihet pa punëve. Jo, nuk e krijon. Universiteti nuk krijon rrezikshmëri. Përkundrazi, sa më shumë të ditur të jenë njerëzit, aq më shumë kjo ndikon në anën sociale etj. Me radhë. Por problemi i papunësisë, pa dashur të bëjmë këtu politik, është shumë kompleks. Dhe nuk mund ta themi është vetëm kjo apo është vetëm kjo. Vetëm ky fenomen. Pse të rinjt ikin? Por natyrisht, jo vetëm këtu e tham, po edhe në vende tjera ikin dhe sepse kërkojnë një jetë tjetër. Nuk duhet të rim biznesit përsipër. Për mua, unë jam çik ekstrem, do të rim që ç'kem të zbatoj ligjet siç i zbatoj unë. Jam qytetar i thjesht, marr një rrogë modeste dhe i zbatoj të tëra ligjet e shtetit. Dhe ti që na qenë ke biznesi madh, ti ke drejt të vjedhësh, ti ke drejt mos paguash drita, ti ke drejt të bësh kontraband, ti ke të drejt të vajisësh mirë ata pushtetarët. Kush i tha këtë? Pse dolëm te kjo temë? Se kjo është abuzive, u bë panel. Dolëm te kjo temë sepse ju thatë po i marrin shpirtin biznesit. Më jepni një shembull që unë thash po i marrin shpirtin, nuk thash që jam për çfarë po i marrin shpirtin? Që i vënë kontrollojnë, po dhe mua kontrollojnë në punë. Vjen shumë keq. Të tërë kontrollojnë në punë. Ligjin do ta zbatojnë gjithë. Nëse paneli është i përbërë nga njerëz që vendosin në gojën time gjëra që unë si kam thënë, vjen shumë keq, mbyllim diskutimin. Për ta mbyllur do të thoshja një gjë të tillë. Biznesi, jo do ta sqaroj edhe një herë për publikun, lutem, sepse nëse juve e keni keq kuptuar, ndoshta edhe dikush nga publiku e ka keq kuptuar. Ideja ime është nëse biznesi është dhunuar, ai ul gjithmonë tempin tek marrja e punonjësve të rinj në punë dhe përgjithsisht të gjë e vuajnë të rinj. Ky është mendimi im. Sepse i thatë që unë nuk jam e përgjithshme. Atëre bëu konkrete dhe thuaj, këtu është dhunuar. Biznesi e ka ndier veten të dhunuar dhe e ka thënë këtë në të gjitha deklaratat këto 2 vitet e fundit dhe në të gjitha takimet 2 vitet e fundit. Tani, unë ndoshta nuk jam këtu për t'ju bindur ju, po publiku është i bindur. Jo, se dalim nga tema kështu, të lutem. A luftohet puna e zezë? A duhet luftuar puna e zezë? Sklavëria moderne? A duhet luftuar? Jo, dakor, duhet luftuar. Profesor, te raporti i fundit thuhet, Shqipëria zë një përqindje të lartë të rinjve që janë kërkim të një pune, por që e kanë të pamundur ta gjejnë atë. Pra, të rinjt në këtë vend, dhe pse diplomuar, e kanë të pamundur. Ja, mendimi im dhe perceptimi im është ky. Në një ekonomi të tregu dhe në një shoqëri normale, do të thënë relativisht normale, do vlerësohen njerëzit sipas meritës, sipas formimit. Dhe këtë gjë në radhë parë e bën privati, i cili shumë i ndjeshëm me shumë të drejtë ndaj interesave të tij, se ai ka investuar, por ky privat a është vërtet në çdo rast kaq i drejtë që do marri atë që do i bëj punën më mirë? Unë kam shembull që nuk është gjithmonë kështu. Dhe kur nuk e bën privati, po shteti, sepse shteti në Shqipëri është akoma një punëdhënës shumë i madh. Dhe punson, dhe këtu doja të rikujtoja një fakt që para nuk e thash dot, që më revolton fakti të dhënat jepen në shtyp, që ka shumë vende të lira pune, të paktën në administratën qendrore dhe lokale, dhe ato nuk janë zënë. Përse nuk zihen? Sinqerisht. Ose janë shifra të fryra, nuk e di. Në këtë vend ka 25 vjet, nuk futet njeri besoj, shumë pak futet me meritën e vet në punë, në administratë. Jo, pikërisht sepse nga që nuk respektohet merita, prandaj ndodhin këto që ndodhin. Fakt ne kemi dëgjuar dhe raste ku ai shkon për të konkuruar ndërkohë që është emëruar tjetër 3 muaj përpara.
Kjo është një histori shqiptare 25 vjeçare, duhet ta pranojmë. Realiteti është kaq i larmishëm sa që nga ai mund të gjesh fakte me të cilat mund të vërtetosh dy gjëra krejt të ndryshme. Okej, mirë. Shkojmë publicitet, kthehemi herë në pjesën e dytë. Unë kam Jemi kthyer sërish në pjesën e dytë, zoti Bajrami. Që të rikthemi njerë se më duhet se Gimi më keq kuptoi. Unë nuk e kam fjalën se janë të dëmshme diplomat. jo. Unë e kam fjalën që diplomat S'ka keq e kuptim, shumë universiteteve shqiptare nuk kanë fuqinë e tyre, pra nuk e ndihmojnë mbajtësin e tyre të gjej punë. Pra nuk kanë fuqi të regu. Dhe sa kohë që s'kan fuqi të regu. Mbase s'ka dhe vende punë, apo ka vende punë? Jo, nuk mund ta them këtë gjë kështu në mënyrë Ka dhe vende pune, nuk flasim për vende pune në sektorin shtetëror. Mandje mund të themi që universitetet private lulëzuan dhe pranuan në treg me cilësitë dhe standarde e ulta edhe për faktin sepse ishte mentaliteti që të diplomuarit e tyre mund të punësohesh në sektorin publik dhe janë punësuar. Pra dhe në këtë mënyrë praktikat korruptive të punësimit në sektorin publik kanë elmatisur tregun e punësimit në Shqipëri. Dhe kanë lënë jashtë loje dhe kanë lënë jashtë tregut të diplomuar specialistë të zot me diploma të universiteteve, po doni të universiteteve të huaja prestigjioze. Pra këtu nuk është se stimulohen të rinjt për vendet e punë. Ky është i problem. Edhe në administrata, aty ku mund të ketë, pra ju po thonë që aty është me militant. Edhe legislacioni për punësimin, edhe në administratën publike, dhe në sektorin publik, ka qenë gjithnjë problematik, ka qenë dhe nuk ka mbështetur dhe nuk ka inkurajuar punësimin e forcave të reja të punës dhe të specialistëve të rinj. Tani, po do të kuptojmë një gjë që papunësia rinore nuk është shpikje jona, bile, nëse krahasojmë dhe papunësia rinore ka qenë gjithnjë më e madhe se nga niveli i zyrtari i papunësisë në çdo vend. Dhe nëse krahasojmë 5 vendet europiane që kanë papunësinë problemin më të madh, që janë Greqia, Spanja, Italia, Portugalia dhe Kroacia, që kanë nivelin e papunësisë respektivisht 50%, 44%, 37%. Nivelin e jetesës të çdo qytetari në këto vende që përmendë është nivelin e jetesës është tjetër niveli i jetesës, tjetër niveli i papunësisë. Pra, papunësia rinore në të 5 këto vende është shumë e lartë, pra në krahasim me nivelin zyrtar të papunësisë se papunësia në Shqipëri. Për shembull, Italia e ka papunësi rinore gati më shumë se 3 herë më të lartë se niveli zyrtar i papunësisë. Spanja e ka 2.5, po kështu Greqia, Kroacia e tjera. Pra e kanë, ndërsa ne kemi më pak se 2. Pra më pak se 2 herë më të vogël se sa, më të madh se sa niveli zyrtar i papunësisë. Pra, papunësia rinore në Shqipëri është më pak problem nëse e krahasojmë me kontekstin evropian, por është shumë problem nëse e krahasojmë me aspiratat e rinisë. Profesor, po të shohim, shumica e lokaleve janë plot me të ri. Shpesh në përfushata, kryeministri Edi Rama është shprehur duhet dinin punë dhe jo të prisnin nga këmbët e Cristiano Ronaldos. Po, por ky kryeministër do të jap dhe një sqarim. Çdo të thotë që i kam dhënë 20% Ilir Metës. Të flasim realisht. Të 20% të administratës tonë. Të flasim realisht. Të njëjtën përqindje që zoti Ilir Meta kërkonte te PD-ja dhe që e mori sa i do shqefi, do tani një përqindje te PS-ja. Ja vëm fajin, të lutem. Ato janë koalicione që bëjnë, marrëveshje. Koalicioni është tjetër gjë dhe tregu i diplomave, tregu i vendeve të punës, tregu i tjerë është tjetër gjë. Dhe nuk e kanë fajin pasaj diplomat, por kur ti nuk zbaton kriterin e meritës, që vërtet ai që di dhe ai do të punësohet, por është i PS-s apo është i LSI-s, është i PD-s apo i LSI-s e para. Pra këtu mendohet politikisht tonë ju. Mendohet politikisht dhe kjo logjik nuk ka lindur sot. Kjo logjik filloi që 92. Por nuk është ky problemi. Ja kjo është një foto ku shohim gjithë të rinj. 7% të forcës së punës zë punën në sektorin publik. Sa zë sektori publik? 7%. Unë dua të Nuk bëjnë fjalë të hapen vende pune në sektorin privat. Në sektorin privat dhe në sektorin publik, por në sektorin privat që është generatori i punës. Pse ri në klub? U fut një njeri në punë? A e dini sa e ka rrogën? Pra rrogat janë sa e ka rrogën? Kam mbaruar një universitet, kam zënë një vend pune, të themi mesatar, dhe rrogën e ka maksimumi 500.000 lekë të vjetër. Dhe si mund të jetojë ky njeri, i cili duke qenë i ri do të kërkojë një partner, do të martohet,
do një shtëpi, do krijoj familje, do lind fëmijë e të me radhë. Duhet të përballoj tëra shpenzimet e jetës, po flas në mënyrë fare realiste. I kam në shtëpi dhe të gjithë i kanë në shtëpi këto që po them unë. Një vajzë, një djalë, në rasti më të mirë, të punësuar me një rrogë 500.000 lekë, dhe të tërë ne e dim dhe le ta themi haftazi, pasuria nuk bëhet kurrë në rrugë të ndershme. Unë e them haftazi. Çdo njeri që është bërë i pasur, me nivelin e jetesës që kemi ne, me rrogat që kemi unë kam në krahasim me vendet e se tjera. sistemi nuk funksionon edhe diku tjetër, edhe jashtë. Pse? Me punë të ndershme ti mund të arrish deri në nivelin mesatar. Por edhe në Amerikë, edhe në vendet e tjera ka korrupsion, ka prostitucion, ka shitje armësh, ka drogë, e tjera me radhë. Këtu është ndryshe, natyrisht me përmasat të tjera. Por kush do të më kundërshtojë mua të thotë që me punë të ndershme unë do bëj i pas? Nuk bëhesh. Dhe unë e kam aksion. Do të bësh i pasur me biznes ndershëm. Të gjitha këto që diskutuam këtu, edhe duke bërë pak debat me njëri tjetrin, janë disa elementë të cilët tregojnë një seri pa kënaqësish. Pra, ne bijem të gjithë dakord, besoj që nuk bëhet fjalë vetëm për një motiv, pra motivi politikës aktuale etj, por nëse këto të gjitha punojnë negativisht, pra dhe e shkuara, edhe trendi global, po edhe aktualiteti, punojnë negativisht, natyrisht do kemi gjitha këto pa kënaqësi. Ne shohim dy zgjidhje. Sistemin shtetëror, por edhe sistemin privat. Ndërkohë që gjithashtu inkurajojmë vetë punësimin. Unë duhet të ndalem pak tek ajo që profesori tha në fillim të fjalës së tij, te puna që ne bëjmë në fakultet për t'i sjell studentët dhe programet mësimore sa më afër tregut, pra që të zvoglojmë këtë lloj diference. Çfarë ndodh me vetë punësimin apo me mundësitë që kanë të rinjt për të bërë vetë biznes, pra për t'u vetë punësuar? Bëhen të vogla sepse nuk ka programe specifike që t'i ndihmojnë ata të hapin një biznes. Ka programe, por ato nuk reklamohen mjaftueshëm që të gjithë të bëhen pjesë e kësaj, pra të inkurajohen. Unë mbaj mend në kohën kur Bashkia e Tiranës vjetëfishoi taksat për biznesin e vogël, në takimet me biznesin kishim një djalë i cili me shpresën se Shqipëria ishte bërë më e mirë, ishte kthyer nga emigracioni në Greqi. Dhe besoj se mbas krizës në Greqi ka pas shumë të rinj të cilët janë rikthyer për të rindërtuar jetën këtu. Të rritur që kodën dhe parat për të investuar në Shqipëri dhe një pjesë e tyre dështuan. Kishte një zgar të vogël me pak tavolina jashtë dhe i ishte fishuar taksa dhe me lot në sy thoshte jam kthyer nga emigracioni, do rikthehem prapë në Greqi ku do shkoj. Pra, duhet të bindemi që politikat ekonomike agresive dëmtojnë jo vetëm biznesin, por në mënyrë indirekte punojësit potencial të atij biznesi dhe të rinjt në këtë rast. Ai donte të rikthehej në Greqi sepse nuk shikonte më të gjitha kursimet e jetës ai harxova këtu. Kam ngel dhe pa para. Një tjetër rast i çuditshëm që nuk di as jap shpjegimin dhe ndoshta kolegët më ndihmojnë. Bën sens në Amerikë kjo që do them tani, por nuk e kuptoj këtu. Një studente për filozofi me master shkencor kishte aplikuar për mësuesi dhe i kishte ardhur përgjigje që i thoshte je mbi kualifikuar. E kam dëgjuar këtë që ndodh në Shqipëri, pra ata e donin me master profesional për mësuesi, por jo me master shkencor. Dhe i bie që logjikisht, pra futemi prapë në një absurditet, tek e cila jemi fajtorë të gjithë, se nuk jemi tu për nda fajin, po të kuptojmë probleme njerë që ta bëjmë Shqipërinë më të mirë, kjo është ideja. Pra kemi një njeri që do ri pa punë në master shkencor dhe një njeri që është më pak i kualifikuar, i cili do punoj mësues dhe do ketë një pagë. Një nonsens tjetër. Po të dalim ne tani, të bëjmë disa intervista, të rinjve të gjithë do thonë nuk futesh në punë po s'pate i mik. Qëndron kjo, profesor? Qëndron, po jo 100%, po qëndron. Në shumicën e rast. Qëndron. Fatkeqësisht qëndron. Nuk duhet Kosta. Kjo është të gjitha shoqëritë, nuk është një fenomen shqiptar. Thënë, hapësira e ndërhyrjes pasaj të mikut, të klientelës, të nepotizmit Pra shkojmë atje që diploma nuk është se vlerësohet shumë këtu. Jo, një minutë. Në vende ku nuk prish punë, po e pranoj djalin e Kosës për shembull. Po në vende ku më dhem shumë, do marr nga familja më e fundit, po e di që është i Zoti i Qamet dhe atë do marr këtu. Jo, po do kesh një standard. Të dy shembujt ekzistojnë. Edhe që ka marr të panjohur fare, po ama e ka provuar dhe ka qenë i Zotit dhe ka çar, edhe tjetra që e njoh, po e favorizojnë në kuptimin, po i krijojnë kushte më të mira se tjetër. Të dy ekzistojnë. Kjo politika klientelizmi karakterizon më shumë
sektorin publik, sektorin shtetëror. Dhe si rregull duhet të karakterizojmë më pak sektorin privat. Por kam konstatuar që edhe në biznese private, çuditërisht, në mënyrë fare të qërollëpsur, kanë insistuar të më mirë të marrin në punë njerëz që njohin miqve të dashur se sa student ose të rinj me diploma dhe me shprehi të legjitimuara. Dhe kjo është një paradoks i biznesit që mund ta gjesh vetëm në një vend si Shqipëria. Një arsye pse u mbyllën universitetet private, se unë kam dhënë mësim në to, i kam ndjekur që kur janë krijuar, është se një nga arsyet, universitetet private morën cilësinë më negative të universiteteve shtetërore, e cila është do punsoj pedagog si më do qefi mua. I kam thënë një pronari, me çfarë të drejtë ti këtij njeriu të super kualifikuar, titull profesor nuk i jep mësim dhe more gruan vajzën e filanit. E po është i biri e gruaja e filanit. More ai normali kam thënë. Ti po i thua tjetrit mos e blik pucën 100.000 lek, po hajde blete unë 4.000 euro. Por që më bin mua pse duhet ta blejte ty 4.000 euro. Duhet të më tregosh profesorat me mjekër që të vita sjellte ty. Por për të krijuar lidhje, për të bërë mirësi, po kjo është kulmi ta bësh në universitet. Është shumë e drejtë ajo që sidomos privati nuk duhet ta lejojë klientelizmin. Në vend që sistemi privat, ekonomia private ta bënte sektorin publik konkurrues, sektori publik e bëri sektorin privat të korruptuar dhe klientelist. Dhe këto pastaj vuajnë edhe ata studentët dhe zot. Tani ne nuk është se kemi vetëm të rinj që duan të largohen. Nuk mendoj që kjo qëndron. E kam provuar vetë. Qëndron është e testuar kjo. Po e kemi përjetuar vetë. Nuk mendoj që kjo Po e kemi përjetuar vetë. Megjithatë, për mendimin tim, të mos i mbajmë gjithmonë syt tek puna në shtet, por se edhe vendet atje janë të limituara, mundësitë mund t'i krijojë biznesi, ky është këndvështrimi im personal. Kështu që ajo që nevojitet janë politika të cilat e ndihmojnë biznesin, e incentivojnë për të përthithur studentët e rinj. Situata nuk është totalisht kaq e zezë, sepse ne kemi studentët tanë shumë të mirë, cilët janë shembull në kompani private dhe konkurrojnë me kompani ndërkombëtare. Puna është si të hapësh sa më shumë në punë. Është çështja e masës. Dhe çështja e masës do një dorë që është një çështje politike, se nuk mund t'i ndahesh politikës. Pra, duhet zgjidhur, jo për raste të vogla dhe për ta parë mundësinë e punësimit të shteti, po për t'i dhënë ajër dhe një frym ekonomisë dhe një lloj lirie, jo kaoze, jo abuzim, po një lloj lirie dhe një lloj fryme, që t'i përthithi këta të rinj për të mos i lënë në rrugë apo të depresuar. Se dëshira për t'u larguar është pa kënaqësi e kaluar në një lloj depresion. Tani profesor, ne kemi jo vetëm pra të rinj që duan të largohen, që i prekëm disa nga arsyet pse, por sidomos në 2 vitet e fundit kemi edhe qytetarë cilët disa kanë ikur në Gjermani, pavarësisht se tani po kthehen, po riadësohen, po kështu dhe në vende tjera. Dhe kjo besoj për kushtet ekonomike, se s'kan ikur për qef. Tani më kujtua, po duhet më kujtohesh më përpara, një studim që ka bërë Kosta për punëtorët e huaj në Shqipëri. Po? Pra shikoni fenomenin, ikin nga Shqipëria jashtë, Dhe nga jashtë vinë në Shqipëri. Po me çfarë rrugash vinë ata? Një minutë. Fenomeni është shumë kompleks, nuk është kaq i thjeshtë bardhë e zi, është vetëm kështu ose vetëm kështu. Këtë e solla këtë shembull për të treguar që asnjëherë nuk duhet të jemi të njëanshëm. Le të kemi një vështrim çik më pluralist. Shteti nuk ka për detyrë të gjejë punë njerëzve. Ky shtet. Ai shteti i parshëm, të lutem. Shteti i parshëm po, ai ta gjente edhe hudhrën, edhe domaten në vendin e punës, edhe ai çonte edhe degën që donte ai, ndonjëherë me dhunë të martonte edhe me atë që donte ai. Ai para 90-s. Po, para 90-s. Shteti komunist e ka fjalën. Ky shtet ka për detyrë natyrisht të krijojë politika, të krijojë lehtësira, të krijojë modele që e lehtësojnë shoqërinë që të gjejë të hap vende pune. Pastaj amerikanët kanë një shprehje. Çdo njeri i ka parat në ndyshek. Kjo do thot, shtrydhe trurin, përpiqu, ku e gjen veten, në cilin aspekt të jetës apo në tjetër e gjen veten, dhe mos kërkoj vetëm shteti. Sepse unë di profesione që në thelb, po ti zbatosh, janë profesione private. Dhe këta njerëz në vend që të punojnë privat, kërkojnë përsëri punë në shtet. Dhe unë i them, po mirë, ti ke një formim që fare mirë mund të punosh privat. Pse kërkon punë në shtet? Atëherë këtu del dhe mentaliteti rural. Janë dembela thënë. Pak po e garantuar. Sepse të dalësh në treg do thotë luftosh.
ditë për ditë do të luftosh. Do përjetosh stresin ditë për ditë, sepse nuk shelet, do të përballesh në konkurrencë me të tjerët, kurse në shtet kam një vend pune dhe aq sa është do ngelem në kafe gjithë ditën. Prandaj shteti këtë detyrë ka. Sa e realizon këtu në Shqipëri, mund të gjejmë aspekte që... Po funksionojnë politikat që duhet bëj një shtet, pra një qeveri? Për të rritur punësimin, për të hapur vende punës, pra jo vetëm ambalazh. Sot mësova një lajm dhe shpresoj të jetë i gabuar. Po? Një kolegë ekonomist më tha se deri në vitin 2017 të gjitha call centrat në Shqipëri do të mbyllen. Pse? Sepse quhen shërbimi komunitetit evropian dhe do të spostohen në vendet komunitetit evropian, sidomos në Bullgari dhe sidomos në Rumani, e cila pas ka lehtësira të jashtëzakonshme. I thashun, po e di ç'do thotë kjo? Ka lehtësira ndaj biznesit. Jo. Si është? Inshallah të jetë informacione e gabuar, thash. Shko, të shërbim nuk mund ta detyrojë njëri as me ligj, as me shërbimet dhe këto ngrihen atje ku gjejnë mundësira më të mira dhe ku fitimi është më i madh. Ku forca e punës është më e lirë, ku kushtet e punës janë më të përshtatshme, pra nuk është sepse kompanitë e mëdha amerikane kanë shumë biznese dhe tyre shërbime me konsumatorë që i bëjnë në Indi, që i bëjnë në vendet e largëta. Ajo dihet. Në Kinë. Pas viteve 90, u zhduk modeli i ndërmarrjeve fordiste super gjigande. Ndërmarrjet u bën të vogla nga ana fizike, por u bën super gjigande nga ana financiare, sepse eksportuan pikërisht makinerit në vendet e botës tretë, në vendeve në zhvillim, dhe jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën ka punonjës të tillë. Dhe sot nuk ka më Made in Italy, Made in USA. Tani ato prodhojnë në Bathore, në lagjet e San Paulos, edhe në vende të tjera e të Amerikës. Bangladesh. Në ato që quhen tigrat e Azis, vendet e Azis juglindore që u zhvilluan, pra kapitali u eksportua jashtë. Ky është një fenomen që haset. Pse? Në Shqipëri, shqiptari punon për 200-300 euro në muaj, në një kohë që ai jashtë ka asistencën 600-700 euro në muaj deri 2000 euro në muaj. Rela, në krahasim me vendet e rajonit, prap ne problematik kemi për sa i përket numrit të lartë të papunësisë. Po, nëse ne krahasohemi me ekonomitë të ngjashme, jemi përsëri problematik. Kuptohet që norma e papunësisë tek të rinjt është pothuajse 1.5 herë më e lartë se sa mesatare e papunësisë në vend. Për moshat 15-24. Është një segment i cili është shumë problematik. Të mendosh që ajo është pjesa më energjike e shoqërisë, të cilën ti duhet ta përdorësh dhe orientosh në punë. Mendoj që është detyra e secilit nga ne. Ju pak më përpara përmendet si me shaka që ata të rinjt janë dembel, po mua nuk më pëlqen fare ta dëgjoj, sepse ne si profesor, si pedagog, kemi për detyrë që edhe po të jenë dembel nga natyra, ndonjëri është, ne duhet ta vëmë në punë që ai të zgjojë talentet e veta dhe të jetë i orientuar. Por kjo është, mendoj, rezultatet negative që arrim apo rezultatet pozitive që mund të arrim nuk varen nga dëshira e izoluar e secilit nga ne, apo e një hallke të caktuar të shoqërisë apo të administratës publike, duhet me pas një vizion për rinin. Dhe një nga çështjet që unë ngrit atë te diskutimi i planit strategjik të bashkisë për sektorin e rinisë, ata kishin një seri aktivitetesh që do t'i bënin për rinin, por ata nuk e kishin artikuluar atë që quhet vizioni për rinin, që edhe ai që nuk e merr atë si shërbim, ta di se çfarë ka në mendje bashkia për të arritur me gjithë këto seri shpenzimesh. Kështu që unë mendoj që ne politika, strukturat, qeveria aktuale, ajo që do vi pak rëndësi ka, të punoj për një vizion për politikat rinore, i cili shpërndahet pastaj në të gjithë elementet, ingranazhet e shtetit, dhe jo vetëm shtetit, po unë mendoj që biznesi është shumë i rëndësishëm, po shteti e ka fuqinë që të gjejë instrumentin, në mënyrë që të rinjt mos kenë një dëshirë kaq të lartë për t'u larguar, sepse po ta kesh mendjen për t'u larguar, natyrisht nuk e ke mendjen për të investuar këtu, për t'u lidhur me diçka që është e rëndësishme për vendin. Ne kemi detyrën. Pra kjo është një barë që i takon njerëzve të politikës dhe nuk bëhet fjalë për njerëz pushtetit tani të pozitës apo të opozitës. Këtu duhet një vizion ku njerëzit duhet kuptojnë që kjo energji nëse largohet, ne do kemi edhe 30 vjet të tjera, them unë, se ndoshta profesori e di më saktësisht, pra kur problemi shfaqet tani, e sigur që 25 vitet që vinë do të jenë shumë të vështira për tregun e punës edhe për objektivat e tjera ekonomike. Duhet të remarë diskutimin që janë të rinjt dembel.
Nuk është problemi se janë dembel, por është sistemi që ka kultivuar dhe stimuluar dembelizmin dhe parazitizmin. Dhe ky sistem duhet të ndryshoj. Dhe duhet të fillojë të ndryshoj. Ta ndryshojmë, që të mos kemi skena të tilla, po ju kujtoj një skenë para një jave, duke ikur nga bloku, ku ishin të gjitha kafenet plot me të rinj, të gjitha plot, 5 metra më tutje, ishte një kanal ku të gjithë që punonin edhe ishin mbi 60 vjeç. Pra të gjithë që punonin, që bënin punë, Pra punojnë prindrit mbajnë fëmijët. pra punonin 60 vjeçarët, hapnin kanalin, bënin punë krau, dhe të rinj të rinin përballë tyre, rinin në kafene. Tani këtu ka një problem. Edhe problem mentaliteti, edhe problem edukate në familje, edhe problem sistemi i tregut të punës, edhe problemi i politikave të punësimit, edhe problemi i kulturës shoqërisë, por çdo gjë pra duhet të ndryshojë mentalitetin dhe duhet që edhe të rinj duhet të pranojnë pra një pluralitet ofertash punësime. A ka vërtet 30.000 vende pune bosh akoma? Qofse ka 30.000 vende pune bosh, i bie që sistemi s'po punon. Se ato janë detyra që duhet Jo, punë. ka thot vende pune, po ndoshta s'kemi njerëz kualifikuar. Po ato punë që janë ndarë për ato poste pune, kush po i bën? Apo nuk po punon njeri? Ka 8 muaj që s'punon njeri. Kur thot 30.000 vende pune, ndoshta ka dhe biznese që duan njerëz profesionistë. Imagjino të kesh një... Se çu do që të ketë 30.000 vende pune, se tash që të rinj në kafene dhe 60 vjeçarët punojnë në kanal. Po nuk është thjesht çështje mentaliteti, është çështje shpërblimi. A ç'është shpërblimi? Do të thotë babai të punoj me 300.000 lekë dhe djali mos punoj. Jo, unë babai e kam filluar djali i ri punën me $900 dhe po dal në pension me rrogën po $900. Aje, të lutem. Nuk po bëjmë Kam histori. 40 vjet, jo, nuk e kam emrin tim. Nuk e kam emrin personalin emrin tim, po kam në përgjithësi. Pse babai 60 vjeç duhet të punojë në kanal dhe djali duhet të rinë në kafene? Plotësisht dakord. Por ama pse ky baba e ka filluar me $900 dhe e ka po e mbyll po me $900? Është deformim dhe raporti i ILO-s e shpjegonte këtë si element dhe thoshte që gjithashtu një nga motivet pse migrojnë të rinjt është ky lloj mospërputhje që është dhe mospërputhje sociale, se është mundësi e mentalitet. Dhe ne kemi stimuluar, se ne i themi rinisi, kemi dhënë ofertë, kemi thënë, shko në universitet, mos shko të marrë zanat, mos shko të bësh punë krau. Nuk ja kemi. Edhe kur i themi, jo, i kemi thënë me vepra, jo, kemi thënë me politika, jo kështu nga ekranet. Ja kemi thënë me vepra. Në familje dhe kemi thënë, kur kemi thënë shko në universitet, nuk i themi shko të bëhesh inxhinier, që të ndërtosh, ose të punosh në teknologji informacione, shko në juridik, shko në shkenca politike, shko në marrëdhënie ndërkombëtare, se do bëhen të gjithë avokat, diplomat, ambasador. Pra, i japim oferta të gënjeshta, jo reale rinis. Dhe e kemi shtyrë vetë drejt këtyre ofertave. Dhe e kemi larguar nga një vështrim realist që duhet ketë për botën. Si që në ekonomi do ketë vënde edhe punë krau, edhe riparus, edhe teknik, do ketë kuptohet edhe ambasador, edhe diplomat, dhe avokat. Ja, me këto shkollat profesionale besoj mund të ndryshoj diçka. Jo, tani kjo shkollat profesionale mos marrin si fabulë, sepse një nga arritjet më të dukshme ose nga ndryshimet më të dukshme që është bërë në këtë sistem, të paktën për ata që e njohin tregun e punës, është prioriteti që ka marrë formimi profesional, shkollimi profesional dhe fakti që rinia vetë e ka mirë kuptuar. Dhe është gati ka shkolla ose ka sektor në të cilët pranimi studentëve është gati dyfishuar. Pranimi i nxënësve në shkollat profesionale. Për të marrë një pra, vetë rinia e ka mirë kuptuar se e ka ndjerë që nuk mund të shkojë të bëhet vetëm jurist edhe... Po është dhe shoqëri shumë praktike. Por mund të bëhet teknik. Çfarë di të bësh? Në këtë shoqëri duhet dish të bësh një gjë. Okej, mirë kemi mbritur në fund. Faleminderit Zoti Bajrami, faleminderit Rela, faleminderit profesor Muçat. Nderuar shikues, kemi mbritur në fund, folëm për të rinjt, për papunësinë e tyre. Bashkë takohemi në të tjera transmetime. Natën e mirë.